Të nderuar televizionist, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në protestën e 22 dhjetorit, duke e cilësuar atë si një ultimatum për largimin e kryeministrit Edi Rama. Ai paralajmëroi se ky tubim është vetëm sinjali i parë dhe nuk përjashtoi lëvizje të tjera opozitare. Berisha ftoi gjithashtu forcat e tjera që t'i bashkohen nismës për të kundërshtuar shumicën aktuale në parlament. Protesta e planifikuar për datën 22 dhjetor është cilësuar nga Sali Berisha si një hap vendimtar për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilin ai e konsideron përgjegjës për situatën politike dhe sociale në vend. Në një bashkëbisedim online me qytetarët, Berisha theksoi se tubimi i SHN-s është vetëm një sinjal i parë dhe se opozita ka të drejtën ndërmarrë çdo mas për të larguar Ramën nga pushteti, duke quajtur qeverisjen aktuale një diktaturë. Protesta tënën është fillimi i madh i shtinës e cila ndalet vetëm me largimin e Edi Ramës. Ne dalim në protestë tënën për të shënuar fillimin e revoltës popullore për largimin e Edi Ramës. Berisha thotë se protesta do të jetë përgjigje e korrupsionit të ministrave dhe kryeministrit Edi Rama. Qytetarë shqiptarë mësuan se ministria dhe zëvendës kryeministria, që ndër të tjera kishte qenë nga babysitter në një punojse në Bashkinë e Tiranës, është pronare e 300 apartamenteve, e 2 jahteve dhe shumave prallore akoma të pagjetura në kontot e saj. Tandemi apo dyshja Rama Balluku janë njët pandar dhe nëse Balluku është pronare apo disponon 300 apartamente dhe 2 jahte, ju garantoj se në vlerë Edi Rama minimumi disponon vlerën e 1500-2000 apartamenteve. Kreu i Partisë Demokratike u shpreh se protesta do të jetë mundësi për qytetarët që të shprehin revoltën e tyre dhe të japin një ultimatum të qartë, dorëheqjen e Edi Ramës, i cili është kusht për rikthimin e paqes që Shqipëria meriton. Ai fton edhe partitë opozitare duke përmendur shembuj personal të aktivistëve si zoti Lapaj dhe u shpreh hapur ndaj pjesëmarrjes së partive të tjera opozitare. Nga protesta e të hënës, qytetarët shprehin revoltën e tyre dhe japin ultimatum Edi Ramës. Edi Rama duhet largohet. Dorëheqja e Edi Ramës është kushti i gjitha kushteve që Shqipëria të rigjej paqen që meriton. Berisha theksoi se opozita tashmë nuk po merr të drejtën që i takon në parlament për shkak të shumicës aktuale dhe se protesta e 22 dhjetorit është një mundësi për të riformuar balancën politike në vend. Ai paralajmëroi se tubimi i SHN-s nuk do të jetë i vetmi dhe se opozita do të vazhdojë me lëvizje të tjera derisa të arrihet qëllimi i largimit të Ramës. Kemi të drejtë të ndërmarrim çdo mas kundër ti për ta nxjerrë nga pushteti. Ai pushtet qëndron mbi farsën dhe jo votën. Cili do jetë? A do shkojmë në drejt saj? Absolutisht po. Ne jemi një diktaturë. Ne duhet realizojmë se jemi në një diktaturë. Kështu që ne dim si luftohen diktaturat dhe ne do i përvishëm i diktaturës. Edi Rama të ardhme nuk ka. Ne japim sinjalin e parë me datën 22 për të vazhduar gjerë në largimin e tij. Por si njerëz të gjitha ata që janë të betur në misionin e tyre për të larguar këtë diktaturë, duhet të përgatiten për protesta të qëndrueshme, të gjata, siç më tha mua Pol Kavaj, një qytetar doktor, protesta duhet i bëjmë me bataninë në shpinë. Plotësisht dakord. Ne kemi ftuar të gjitha partitë. Ka një problem. Opozitë dhe pseudo-opozitë, apo opozitë e opozitës. Ju e pat ku përfundoi Shabani në gjirin e Tiranës. Pretendonte se është opozitë. Unë përshtes zotin Lapaj që proteston aty. Jep shembull personal. Jemi të hapur ndaj partisë ti, jemi të hapur ndaj partisë së zotit Shehu, por ambiguiteti i tyre dhe krahasimi që bëjnë midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, midis Edi Ramës dhe Sali Berishës, dëshmon se janë në një pozicion opozitë e opozitës. 5 anëtar të opozitës në Këshillin e Mandateve akuzojnë kryeministrin Edi Rama se po pengon arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku duke i dhënë buroj politike. Gazmend Bardhi zbuloi se kërkesa e SPAK për Ballukun përfshin 11 procedura korruptive, përfshir tunelin e Dogaras dhe unazën e madhe në një vlerë totale prej 1.1 miliard eurosh. Këshilli i Mandateve u shty pa një datë nga kryetari Niko Peleshi, ndërsa opozita kërkon urgjent mbledhje për të paradaluar prishjen e
provave dhe intimidimin e dëshmitarëve. Debati për fatin e Belinda Ballukut ka përshkallëzuar tensionet politike në Shqipëri, teksa opozita akuzon kryeministrin Edi Rama për ofrimin e një buroje politike që pengon procesin e drejtësisë. 5 anëtarët e opozitës në Këshillin e Mandateve kërkuan me insistencë që mbledhja të zhvillohet me urgjencë për të parandaluar çdo mundësi që Balluku të prish provat apo të ushtrojë ndikim mbi dëshmitarët. Si antar të Këshillit të Mandateve, përfaqësues të opozitës, kemi kërkuar dhe kërkojmë me forcë mbledhje një ore më parë të Këshillit Mandateve për të miratuar kërkesën e prokurorisë. Bashkëndajmë shqetësimin që prokurorët e posaçëm informuan dje në kuvend se çdo ditë në liri e Belinda Ballukut nënkupton cënim të hetimeve, prishje të provave dhe intimidim të dëshmitarëve. Në fillim të javës të mbledhjes së Këshillit Mandateve për të dëgjuar kërkesën e prokurorisë, për të dëgjuar argumentat apo mbrojtjen që ka për të bërë e pandehura Balluku dhe për të marrë vendimin për t'i rekomanduar seancës plenare dhënien e autorizimit për arrestimin apo heqjen e lirisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gazmet Bardhi, kreu i grupit parlamentar, bëri publik se kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres nuk lidhet vetëm me tenderin e tunelit Llogaras, një nga lotet e Unazës së Madhe, por përfshin edhe 9 procedura të tjera, duke e çuar vlerën totale të parave të dyshuara të përfshira në 1.1 miliard euro. Për tenderin e tunelit Llogaras, e ka person nën hetim për një nga lotet e Unazës Tiranës, ndërkohë që në kërkesën e sjellën kuvend sqaron se e kanë nën hetim edhe për 9 procedura të tjera, ku përfshihen 6 procedurat për lotet e Unazës Tiranës, koncesioni i rrugës Thuman Kashar dhe 2 procedura prokurimi për mirëmbajtje rrugësh. Dashur shqiptar, nuk bëhet fjalë për procedura Mira Euro. Totali të 11 procedurave prokurimit korruptive për cilën akuzohet qeveria e Edi Ramës ka vlerën e mbi 1 miliard euro. Kryeministrin Edi Rama e akuzoi si bashkëpunëtorin më të ngushtë të Belinda Ballukut në shumicën e 11 aferave me procedurat e prokurimit. Ti bëj thirrje Edi Ramës të heqë dorë nga pengimi që po tenton t'i bëj drejtësisë, të heqë dorë nga tentativa e tij për të marrë peng drejtësinë, të heqë dorë nga avokatia ndaj të korruptuarës Belinda Balluku, të heqë dorë nga çdo manovër për të sulmuar drejtësinë me shpresën se do të shpëtojë prej saj. Faktet tashmë ndodhen jo në një dosje, por në disa dosje. Fatin e tij në raport me përgjegjësinë përpara ligjit e ka përcaktuar vetë. Askush nuk i ka thënë të bëj korrupsion, askush nuk i ka thënë të shpërblej krimin organizuar me tendera dhe koncesione, askush nuk i ka thënë ndaj parat me bizneset e pista, ka qenë zgjedhja e tij. Opozita gjithashtu vlerëson punën e treshës së prokurorëve të SPAK-ut Klodian Braho, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko, të cilat dhanë mundësinë që deputetët e njihen me materialet hetimore, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe përparësisë të së drejtës për drejtësi mbi interesat politike. Seanca e së njëjtës në Kuvendin e Shqipërisë, ku deputetët e opozitës protestuan duke ndezur flakadan dhe u përplas me opozitën, ka marrë hon ndërkombëtare. CNN, BBC dhe Al Jazeera kanë raportuar për akuzat të forta ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kryeministrit Edi Rama, të cilat opozita i quan skandale korrupsioni. Balluku ka mohuar të gjitha akuzat duke i cilësuar si shpifje, insinuata dhe gjysmë të vërteta. Mediat e huaja theksojnë se protesta dhe tensionet në parlament tregojnë për një situatë ndarjes së thellë politike në vend. Kaosi shkaktuar në seancën e Kuvendit të Shqipërisë të njëjtën e kaluar ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe është shfaqur gjërësisht në CNN, BBC dhe Al Jazeera. Gjatë mbledhjes, deputetët e opozitës protestuan kundër zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke ndezur flakadan dhe duke u përplasur fizikisht me ligjvënësit e Partisë Socialiste. CNN raporton se opozita akuzon Ballukun dhe kryeministrin Rama për skandale të shumta korrupsioni, ndërsa Balluku ka mohuar çdo implikim duke i cilësuar akuzat si shpifje dhe gjysmë të vërteta. BBC thekson se ligjvënësit
nxënësit e opozitës kanë ndërmarrë veprime drastike për të ndaluar votimin e buxhetit të vitit 2024, duke përdorur tym dhe flak brenda sallës së parlamentit. Sipas mediave britanike, kjo protestë tregon tensione të thella politike dhe perceptim të opozitës për një pushtet gjithnjë më autoritar nga Partia Socialiste në krye me Edi Ramën. Al Jazeera thekson gjithashtu rëndësinë e këtij incidenti si një sinjal të mosqëndrueshmërisë së qeverisjes dhe përçarjes brenda skenës politike shqiptare, duke vënë dukje se seanca e ka kthyer parlamentin një aren konflikti fizik dhe verbal. Analistët e UAE vlerësojnë se këto përplasje mund të kenë ndikim edhe në imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë, veçanërisht në kontekstin e integrimit evropian dhe bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare. Aktivistët e Lëvizjes Shqipëria Bëhet kanë nisur këtë të premte një protestë para kryeministrisë ku kërkojnë ndërheqjen e qeverisë Rama, duke quajtur atë përgjegjës për skandalet dhe për keq menaxhimin e vendit. Sipas pamjeve filmike të siguruara pak minuta para nisjes së protestës, tensioni u rrit dhe aktivistët u përleshën me policinë, e cila tentoi të heqë gjeneratorin e vendosur përballë ndërtesës së qeverisë. Me thirrjet Edi Rama u hajdut, protestuesit denoncuan qeverinë dhe kërkuan largimin e menjëhershëm të kryeministrit. Kreu i lëvizjes Adriatik Lapaj, që prej disa ditësh ka qëndruar para kryeministrisë, tha se Shqipëria ndodhet përballë një përplasje mes së mirës dhe të keqes dhe bëri thirrje për bashkimin të brezit të ri dhe të gjithë qytetarëve në çdo cep të vendit për rrëzimin e qeverisë. Lapaj bëri thirrje edhe fermerëve dhe familjarëve të sëmurëve me kancer që të dalin në protestë, duke theksuar se vendimi i tij është pak thimpas. Ai deklaroi se nuk trembet nga kallëzimet penale apo arrestimet dhe se lëvizja do të vazhdojë për mobilizim të qytetarëve derisa të arrihet qëllimi i largimit të kryeministrit. Edi Rama frikata, frikata, frikata. Edi Rama frikata, frikata, frikata. Edi Rama frikata, frikata, frikata. Kjo sot është një thirrje për të gjithë ata që vuajnë nga hemofilia dhe nuk gjejnë faktor të dhe në spital, për të gjithë ato familje që kanë në shtëpi të sëmurë me kancer dhe nuk gjejnë receptin metatrexate 50 mg, asparginagus e të tjerë, për gjithë ata njerëz që vuajnë nga ky regjim i hajdutëve që me një mesazh vjet 50 miliard lekë. Policia e vendit ka monitoruar situatën dhe ka ndërhyrë për të parandaluar eskalimin e dhunës, por aktivistët kanë insistuar të qëndrojnë në shesh, duke paralajmëruar se protesta nuk do të ndalet derisa të arrihet largimi i qeverisë së Rama. Një tjetër konflikt mes nxënësve të shkollave të mesme është regjistruar të premte në Shkodër, pranë zonës së njohur si Ishdega e Brendshme. Përplasja mes dy grupeve përfshiu edhe një mjet prerës, por fatmirësisht nuk ka të plagosur. Policia mbërriti në vendngjarje, po për shkak të mungesës së bashkëpunimit nga nxënësit dhe drejtuesit e furgoneve, hetimet janë të vështira. Konfliktet mes nxënësve të shkollave të mesme në Shkodër po marrin përmasa shqetësuese, duke vënë alarm qytetar dhe autoritete. Të premten pranë zonës së njohur si Ishdega e Brendshme, dy grupe adoleshentësh u përplasën fizikisht për shkak të mosmarrëveshjeve të mëparshme, që sipas informacioneve kishin nisur disa ditë më parë. Në momentin e përplasjes, njëri nga nxënësit mbante në dorë një thik, duke rrezikuar seriozisht sigurinë e grupit tjetër. Ndërhyrja e një qytetare i ndihmoi në ndërprerjen e konflikteve dhe parandalimin e plagosjeve. Policia mbërriti në vendngjarje, por burimet bëjnë me dije se hetimet u vështirësuan për shkak të mungesës së bashkëpunimit nga nxënësit e përfshirë dhe drejtuesit e furgonave që transportojnë të rinj çdo ditë drejt shkollave. Ky është rasti i dytë i përplasjeve mes të rive në Shkodër brenda pak ditësh, duke nënvizuar nevojën për ndërhyrje të mëtejshme nga autoritetet arsimore dhe policore për të parandaluar përshkallëzimin e dhunës. Autoritetet paralajmërojnë se do të vazhdojnë hetimet për identifikimin e të gjithë të përfshirëve dhe do të ndërmarrin masa për të garantuar sigurinë e nxënësve.
Policia ka vënë pranga babe birë për shpërthimin e një sasie tritori në apartamentin e Bakie Zotos në Vlorë, ngjarje ndodhur 3 javë më parë. Të dy të dyshuarit akuzohen për shkatrim prone me eksploziv dhe vjedhje, ndërsa makinat e përdorura janë gjetur të djegura në fshatrat përreth. Hetimet po vijojnë për sqarimin e plotë të motivit dhe të gjitha rrethanave të ngjarjes. Ngjarja e ndodhur 3 javë më parë në qytetin e Vlorës, ku shpërtheu një sasi tritori në apartamentin e Bakie Zotos, ka çuar në arrestimin e 2 personave, Babe Bir, David Goxha, 59 vjeç, dhe Ferdinand Bomba, 29 vjeç, banues në Babicë të Madhe. Viktima e shpërthimit ishte e lidhur familjarisht me Gentian Zoton, i dënuar me 35 vite burg nga gjykata e apelit si pjesë e grupit që kreu atentatin ndaj Ines Hajrullës me 10 maj 2019 në Vlorë. Hetimet paraprake kanë zbuluar se 2 të arrestuarit kishin përdorur një automjet tip Volkswagen Golf Plus, i cili kishte rezultuar i vjedhur në Elbasan dhe e kanë përdorur ditën e ngjarjes. Pas shpërthimit, makina u gjet e djegur në fshatin Babicë e Vogël, ndërsa identifikimi i autorëve u realizua fal kamerave të sigurisë të bizneseve përreth zonës. Ndërkohë, policia po vijon hetimet për sqaruar plotësisht motivin e shpërthimit dhe rrethanat që shoqëruan atë. 2 të ndaluarit përballen me akuza për shkatrim prone me eksploziv kryer në bashkëpunim dhe vjedhje, ndërsa forcat ligjzbatuese po punojnë për të verifikuar nëse ka lidhje me aktivitetet kriminale të mëparshme në qytet. Policia e Kukësit ka arrestuar Qemal Demnushajn, 40 vjeç, i cili është padur në kërkim pasi kishte mundur të shpëtonte drejtësisë. Ai është dënuar nga gjykata e shkallës së parë me 5 vite e 8 muaj burg për veprën penale, dhunën në familje, ngacmim seksual dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Qemal Demnushaj, 40 vjeç, banues në fshatin Mamës të Kukësit, u arrestua nga policia pas informacionit të marrë në rrugë operative. I dënuar më parë nga gjykata e shkallës së parë me 5 vite e 8 muaj burg, Demnushaj kishte mundur të shmangte ekzekutimin e dënimit, por tashmë do të vuaj 3 vite e 6 muaj të mbetura. Ai është padur fajtor për dhunë në familje, ngacmim seksual dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municionit. Sipas hetimeve, në prill të vitit 2024, bashkëshortja e tij kishte depozituar kallëzim për dhunë në familje, ndërsa dyshohet se ai ka ngacmuar seksualisht 2 vajzat e tij të mitura. Gjatë kontrollit të kryer në banesë, policia gjeti dhe sekuestroi 14 kapsolla denator, 2 fitil, zjarr përcjellës, 1 granatë ofensive dhe 5 krahëra automatiku, të cilat do të shërbejnë si provë në hetim. Autoritetet ligjzbatuese theksojnë rëndësinë e reagimit të shpejtë për të parandaluar rrezikun ndaj familjes dhe komunitetit. Demnushaj ndodhet tani në kujdesin e policisë dhe do dërgohet për të vuajtur dënimin e vendosur nga gjykata, ndërsa hetimet për plotësimin e rrethanave të ngjarjes vijojnë. Policia e Tiranës arrestoi një 23 vjeçar i kapur me 1 kg e 54 gram kanabis në trajt gjelatine gjatë kontrollit në rrugën 5 Maj dhe në banesën e tij. Lënda narkotike në vlerën rreth 10.000 euro dyshohet se erdhi me pos nga Kanadaja dhe synoi për tregtim në lokalet e zonës. Policia e Tiranës ka goditur një rast të shpërndarjes së kanabisit në doza, duke arrestuar Domenico Cibakun, 23 vjeç, banues në Dibër. Operacioni u zhvillua në rrugën 5 Maj, ku i riu u kap me 1 kg e 54 gram kanabis të paketuar në formë gjelatine, që sipas burimeve zyrtare do të shpërndahej në lokalet e zonës. Hetimet paraprake tregojnë se lënda narkotike kishte mbritur me pos nga Kanadaja dhe ka për vlerën e rreth 10.000 eurove. Policia informon se i arrestuari nuk kishte precedent penal, megjithësisht përdoruesi lëndë me narkotike. Nga hetimet ka rezultuar gjithashtu se 23 vjeçari ndihmohej nga një tjetër person për të shitur drogon, i cili është padur në kërkim dhe kërkohet për të identifikuar dhe arrestuar. Operacioni vijon monitorimin e rrjeteve të shpërndarjes së narkotikëve në kryeqytet, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo aktivitet të dyshishmt që lidhet me trafikun e lëndë me narkotike. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 21 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në shumicën e vendit, ndërsa kthjellime do të ketë kryesisht në zonat lindore dhe jugore. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja sjell intervale me diell kryesisht në jug dhe juglindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 4 orë diell kryesisht në zonat ku vranësirat do të jenë më të pakta.
Era do të fryej lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 21 dhjetor 2025 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 21 dhjetor do të jetë rreth orës 6:56, ndërsa perëndimi rreth orës 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 15 gradë Celsius. Territori I Kosovës për datën 21 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, duke sjellë mot kryesisht me kthjellime dhe vranësira të pakta. Paraditja do të nisë me temperatura të ulëta dhe intervale me vranësira, ndërsa pasditja sjell më shumë kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryej lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 21 dhjetor 2025 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 21 dhjetor do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 7 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj, -2 deri në 5 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 6 gradë Celsius. Ferizaj, -1 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 8 gradë Celsius. Suharek, 0 deri në 7 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 6 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përgjithësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.